Gjykata e Sarandës ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për 31 vjeçarin Konstantin Vogli, i cili ndodhet i shtruar në mbikëqyrje policore në spitalin Petronako pas plagosjes me armë zjarri në këmbë. Seanca gjyqësore ndaj tij u zhvillua në ambientet e spitalit ku prokuroria e çështjes Armida Kaçi kërkoi masën arrest me burg për veprën penale, moskallëzim krimi, shkatërim prone dhe kanosje në bashkëpunim. Gjyqtari Mikel Hysometaj pranoi kërkesën e prokurorisë dhe vendosi mbajtje në burg të Voglit. Megjithatë, gjykata e mbajti një qendrim të ndryshëm nga organi i akuzës sa i përket cilësimit juridik të ngjarjes. Sipas gjykatës, bazuar në provat dhe aktet e administruara deri në këtë fazë të hetimit, ngjarja duhet të hetohet si vrasje me dashje e kryer në bashkëpunim dhe e mbetur në tentativë, si edhe për veprat moskallëzim krimi dhe shkatërim prone. Ndërkohë, gjykata ka lënë në fuqi masën e arrestit në shtëpi për Viktor Ruçin, i cili është ndaluar nga policia pas masës së mëparshme të sigurisë për akuzën moskallëzim krimi. Gjatë seancës së verifikimit, gjykata vendosi që 50 vjeçari të vijojë të qëndrojë në banesën e tij në fshatin 6 të Sarandës pa të drejtë largimi. Sipas hetimeve paraprake, konflikti kishte nisur për një shumë parash që pretendoi se nuk ishte paguar për punën e bashkëshortes së Viktor Ruçit në lokalin e familjes Vogli në zonën e plazhit të KRR-s. Përplasja me spalëve dyshohet se u përshkallëzua fillimisht me sende të forta dhe më pas me përdorimin e armëve, duke çuar në vrasjen e 66 vjeçarit Recep Ismaili mbrëmjen e 7 majit në fshatin 6 të Sarandës.